Në gurbet I boj një 50 vjet. Kom harru kur jem do në gurbet. Më dhimëm se rinia më ka shkuar në për gurbet, vend që më shfrytzuan vend tonin. Për Kosovën çdo sen e kisha dhënë. Që ajo punë çka bëhet në Gjermani, mi bë shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu kishin mujt me arrit. Më të mira janë me marr 800 euro, 500 euro me marr vend tonin se me lshu vendin ton. Sa ku në gurbet kallzon? Në gurbet I boj një 50 vjet. 50 vjet gurbet. Shumë bre. A? Shumë. Shumë. Unë kom harru. Çka ke harru? Kom harru kur jem do në gurbet. Çka harri? Qa ashtu është. Tregom, a dhimbën këto 50 vjet që ke fol gurbetit? U më dhimbën. Më dhimbën se rinia më ka shkuar në për gurbet. Vend që më shfrytzuan vend tonin. U duft me shfrytzuar në për tjera republika të Jugosllavisë, në për Sloveni, në për Vojvodi, në për vend që më shfrytzuan vend tonin. Po situata edhe okupimi janë mikë gjithmonë I cili s'na kalon. Vend ton më nkadruan punësim, na u duft me lshu vendin ton në shkit më orë për Serbia me punu në trep që çka diun, na u duft me shku në për tjera të republika me punu. Me pa mujt me këthy kuhën mas, a ishe shku? Gurbet? Jo. Sa të me në molli për këtë vend, për këtë tokë kallzon? Gjithë. Qëra unë kam edhe shtëpi kam në fshat se në një fshat I Strafc. Po kam banesën edhe këtu. Po për Kosovën çdo sen e kisha dhënë. Çdo sen, edhe kom kontribuar edhe në kohën e luftës edhe sa kina mujt, jo veç unë veç këtë familja. Po. Tregom, a I pishmon që e dalë? Po të regoj, unë në gurbet jem dalë 93-ën. Unë kom punu në Suboticë në fabrikë. Erdhë koha, u ka lufta në Bosnjë në Kroaci. Edhe janë nisin po I mobilizojnë. Edhe krejta boshjake, shqiptare, qka ishin që nuk ishin sërbë, janë nisin me mobilizu me qunë luft. Edhe na qunë një kazermë aty na I dhanë teshat, edhe thash a ban me shku, thash me I pa thëminune, ja 4-5 ditë tha ban. Edhe I kom marrë thëmin edhe kom hes për Gjermani. Edhe 93-ës që ashtu si jam në gurbet, I kam 3 djemë me 2 vajza shoqën, edhe krejt punojnë, kanë kryer studimet, janë mirë shumë. Po, por atë dhe jena gjithë, me ko kushtet, më u këthyje. Tregom, a ka parën gurbet që të sa thojnë? Që tasha? Që tash? Jo. Ma herët Kjo, ka posë? ma heret ka posa u ka me morë, kanë mujtë me bo diçka. Si u këthyje në euro, nuk ka. Edhe që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu këshin mujt me arrit. Se që tash një punëtor, pisho si murator këtu, po I merë ka ofer 1.000 euro, që I punon. E me ardha atje, nashta I merë 2.500 euro, po 700-800 euro kam I pagu banesën një vetjak. Edhe, heja, pija, kush e pidahonin si jesin asë qëto. A ka rahatin gurbet? Po I rahati ka. Ka rahati se ekziston ligji atje. Në atë shtetë ku ekziston ligji, ka dhe rahati. Inshallah na arrina me arrit ligjin këtu në Kosovë, dhe I diku nashta. Pesh këtu është papunësi e madhe, edhe mëdhimet edhe rinia, se rinia krejt ka ndalë në për gurbet në pisho, Kosovë me të thatë. Nuk di sa për vreni edhe ju me dhja. Ka gjavalla, ka gjavalla. Veç, unë ju kësha preferuar rinis sa ma pak, ma të mira janë me marrë 700 euro, 500 euro me marrë vend tonin, se me lshu vendin tonë. Trujt Zotit, fjallë me vend shumë. Faleminderit shumë për teje. Zotit Trujt, ta vash një. Faleminderit. Respekt, për të mirë. Faleminderit shumë. Ka që duhet më distancu me njerëzit, ka që duhet me pas men kanë po shëshnohesh me kanë peshtin familje. Ka shgënjy shokët? Sa dush.
Ju kum ndihmu njerëzve të Banmakia dhe i kum marrë banese, i kum shtin punë dhe s'ma kanë kthy me të mirë, ma kanë kthy me të keq. Ty ne ja bajnë halal nëse nuk um përzien kur ma në jetë tem. A ki mësu pi gabimeve njët? Shumë. Cila është gjoja Çdo më gabim që e ban, mëson shumë. Cila është gjoja më e mirë që e ke mësu ti pi gabimit? Distanca. Distanca. Distanca duhet patjetër. Distancu me njerëz që gabon me ta ti? Ka që duhet më distancu me njerëzit. Ka që duhet me pas men me kanë po hin në biznes, me kanë po shëshnohesh, me kanë peshtin familje. A ka për këto njerëzve që i përmajt ti që të kanë zhgënyu? Po. Të kanë zhgënyu shokët? Sa dush. Çka të kanë zhgënyu shokët rëgon? Sa dush kanë zhgënjy për gjana materiale ditore që s'ja vlen. Si për shembull për çka? Si për shembull që gjana materiale bre. Ju kum ndihmu njerëzve të Banmakia dhe i kum marrë banese, i kum shtin punë dhe s'ma kanë kthy me të mira, e të kuptu. Çfarë forme ta kanë kthy rëgon? Ma kanë kthy me të keq. Si për shembull çfarë aspekti, çfarë mënyre? Me të keq vëlla, me të keq nuk s'ma kanë ju ma kompenzu ato të mirën. Mirë po më ka mirë njerëz të paktën. Kur nuk jem mirë njerëz për një njeri që të ndihmon, aja është A je pishman që ju ke ndihmu? nashta jo bre. Nashta jo se edhe mu më ka ndihmu dikush. Se sidomos në gërbet kur të shkan pat ndihmu dikush ose probleme ki mu. Sa ka shokë sinqert në ditë sotit, shokë hakikat, që dojnë pa hak pa hile. Shka më thonë ashta një 20% që është. 20%. Qatë dikon. Aja u ban halal, Kuj? atë në cilët s'ta kanë kthy me mos mirë njohje, të Ty mira që e ki bo. aty ne ja bajnë halal nëse nuk um përzien kur ma në jetë tem. Po kupton çfarë po du me thonë? A ka për atyre që përzin haloni tona? Mos me pas shanca i mu më përzi ma kur. Se ja, shkat një mwaj nuk i bi pishman. A ka për atyre cilët jenë mënu prap me të hin jetë? Po qysh ja? Ja i keq, ja i gjithmonë këqyrë me. Cilë është domi më i mas ta kanë bune a shokët? Dam të madh diçka, çka po di. Nuk po di me cek vallaj. Nuk janë kanë mirë njas që kjo është ma shumë. Sa i s'ka çka ban ma shumë. Unë erdhen në gërbet, i morën banes, ju gjetë e punë edhe. Po vallaj. Edhe diqysh një farinati i keq është. A ki po kur ta merr njerin pi rrugë e ban njeri, a përdin? E çon punë, e merr banes, edhe masanej bëhat kishe nuk, a di, kishe spot një kush o kë. E sa dashish me ta? Rall, isha. Qa të kanë thonë mase që